Nëse do kishte drejtësi, burgjet do t'ishin plot me politikan, jo me njerëz të varfër. Shumë burgje janë të mbushura me njerëz që janë dënuar për vepra penale, të lidhura me miellin e bardhë ose dhunën familjare, ndërsa krimi ekonomik, korrupsioni politik shpesh mbeten të pandëshkuara. Dhe cila është arsyeja e vërtetë për këtë gjë? Nëse mbani mend, bashkëpunëtorja më e ngushtë e kryebashkiakut të Tiranës të dënuar për vjedhje dhe korrupsion ishte Yuri Kim. Bashk pinin bira, bashk festonin ndeshjet e futbollit. Bënin fotografi në Instagram, shkëmbenin dhurata të shtrenjta, që nuk mund të përballohen me një rrogë të një ambasadorie. Dhe pastaj, ajo bëhet kryetare e bordit të firmës më të madhe naftëmbajtëse amerikane. Po kështu ndodhi më herët me Ryersonin, i cili dilte në çdo demonstrat me Sali Berishën, dhe më vonë Saliu na doli korruptuar. Pra, maja e piramidës është e qelbur dhe fekalet rrjedhin drejt lumenjve. Të gjithë fekalet rrjedhin. Libër i ri nga Pelasgos Markos.